Në një skenë që rrallë pasqyrohet publikisht, votimet në qendrën e paraburgimit në Tiranë kanë nxjerrë një fitues të veçantë. Në burgun 313, ku mbahet edhe ish presidenti Ilir Meta, ky i fundit ka marrë shumicën e votave të burgosurve që morën pjesë në zgjedhje. Nga 133 vota të numëruara në këtë qendër, Meta ka siguruar 58 vota, duke u renditur i pari në këtë qendër të veçantë votimi. Ilir Meta është kandidati i listës së hapur të koalicionit Partia Demokratike, Aleanca Madhështore dhe ndryshe nga shumë kandidatë të tjerë. Ai zgjodhi të mos përfshihej në listën e mbyllur, duke preferuar një vend në listën e hapur për të fituar mandatin me vota direkte. Megjithatë, kjo zgjedhje e tij ka sjellë sfida të reja, pasi tani Meta ka nevojë për më shumë mbështetje të drejtë për drejtë për të mundsuar mandatin e deputetit, edhe pse vazhdon të mbahet i paraburgosur në këtë institucion. Ndërkohë, votimet në burgun 302 kanë nxjerrë përpara kandidat të Partisë Socialiste, ku më së shumti vota ka marrë Ermonela Felaj në 33 vota dhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha me 27 vota nga 99 votat përgjithshme të numëruara në këtë qendër. Këto rezultate në burgje reflektojnë një pjesëmarrje të veçantë të burgosurve në procesin zgjedhor dhe tregojnë edhe një dimension tjetër të garës politike në Shqipëri, ku kandidat me probleme ligjore dhe status të paraburgosur kërkojnë mbështetje për të siguruar mandatin politik. Situata e Ilir Metës mbetet e ndërlikuar, duke patur parasysh se ai është nën hetim për disa akuza edhe për momentin po qëndron në pritje të zhvillimeve të mëtejshme ligjore, por mbështetja e tij në qendrat e paraburgimit tregon se ai ka një ndikim të konsiderueshëm brenda këtij komuniteti.